Assalamu alaikum të ndërën ndjekës të portaleve të Mëxhlisit Pashtisë Islame të Ulqinit. Ne me lejnë Allahut fuqiplot vazhdojmë emisionet tona podcast në Mëxhlis. Ne me lejnë Allahut fuqiplot vazhdojmë emisionet tona ku personalitetet janë të ndryshëm. Sonte ne me lejnë Allahut fuqiplot e kemi musafirin ton të dashur, mikun ton të Ulqinit, hoq të ndëruar dhe të shquar dhe të njohur në trevat shqiptare. Ai shkurtimisht nuk ka nevojë për një njohje të madhe, po për ato të cilët nuk e din, hoxha Senat Ramadani, mirë se na erdhët. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah nderoft, Allah shpërbleft. Allahu amin. Për këtë organizim, Allah shpërbleft, po ashtu edhe për thirrjen. Lutem Allah subhanahu wa taala që të jetë takimi i xhairit edhe të jetë i dobishëm për neve inshallah. Allahumma amin. Allahumma amin. Të ndërshëm ndjekës, shkurtimisht hoxha Senat Ramadani ka lindur në Tetov, në Ulqin, ka lindur në Ulqin për arsye se nanën e ka nga Ulqini, kurse shkollën fillore në Ulqin, pastaj shkollën e mesme në Tetov dhe pastaj merr rrugtimin për kërkimin e dijes në Kairo, ku pas disa viteve pas përfundimit të gjuhës, pastaj pranohet në fakultetin e Sheriatit në Medinë Munawwara dhe falë Allahut fuqiplot përfundon fakultetin, kthehet për të kontribuar në Tetov, ku edhe njëkohësisht edhe Ulqini nuk e harron një heri, edhe tani për tani inshallah ne në takimin e ardhshëm do të kemi një surprizë inshallah me lejen e Allahut fuqiplot. Hoxha është për momentin në studimet postdiplomike apo studimet master, ku lutim Allahun fuqiplot që të jap sukses. Hoxha do të cekim se hoxha ishte njohur ku tani u bën disa vite nga 2011, hoxha merret me davet me thirrjen në Islam, ku lutim Allahun fuqiplot që ta shpërblej të jap bereqet dhe sukses dhe Allahu të jetë i kënaqur me të. Hoxha ishte një nga pjesëtarët apo një nga organizatorët për formimin e një instituti, i cili tash 11 vite mos gabosh, instituti Iqra, merret me mësim besimin apo mësimin fetar të njerëzve, ku ai domethënë mësimin në atë institut mos gabosh zgjat rreth 2 vite, ku deri tani alhamdulillah kanë kalu rreth 11 gjenerata. Lutim Allahun fuqiplot që kjo vepër të vazhdojë dhe mos të ndalë dhe ta shoni hajër inshallah. Sonte ne kemi një temë të rëndësishme, me domos Ramazani kaloi, por ne duhet të shoqërohemi sa më tepër. Përgjegjësia ndaj fëmijëve apo përgjegjësia e edukimit e fëmijëve, një temë me domos hoxhë nderuar e rëndësishme. Doja filloj me një pyetje që mendoj se është e rëndësishme për ta kuptuar, është çka duhet të di çdo prindër në raport me fëmijën e tij. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Falënderoj Allah subhanahu wa taala, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Falënderoj Allahun i cili na mundsoi të takohemi në kësi takime të xhairit. Lutem Allah subhanahu wa taala që të jenë vazhdueshme, të jenë dobishme dhe të popullit i vlerësoj. Padyshim që ne si besimtar gjithmonë tentojmë që të lëmë një gjurmë tek populli jon, të lëmë një gjurmë në umetin islam, të bëjmë dhe një punë të xhairit pa marrë parasysh, edhe pse në sytë e njerëzve mund duket e vogël, nuk dihet se si shpërblen Allahu subhanahu wa taala, pasi që llogaria tek ai është ndryshe nga ajo e cila e vlerëson njeriu apo më thonë e cakton njeriu. Sa i përket më thonë pyetjes, padyshim që çdo kush, çdo prind, edhe unë si prind i 5 fëmijëve, kena një përgjegjësi të madhe, më thonë sa i përket edukimit të tyre, por ndonjëherë ne si prindër na ndodh që të mos e kena qartë fare se çka duhet të bëjmë me fëmijët tonë ose çfarë përgjegjësie kemi ndaj fëmijëve tonë. Gjëja e parë, ne duhet ta kuptojmë se jemi përgjegjës, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, çdo njeri për ju është bari dhe çdo bari do të pyetet për atë të cilën e ka në përgjegjësi. Ne jemi përgjegjës për familjen tonë, jemi përgjegjës për fëmijët tonë, pse Allah subhanahu wa taala na i ka dhënë si begati. Kjo është e para. Çështja e dytë të cilën duhet ta kena parasysh, se ndër përgjegjësitë të cilat i kena ndaj fëmijëve tanë është edhe edukimi i tyre. Dhe kur të flas për edukimin,
Pra tash të gjitha këto janë përgjegjësi të cilat duhet i dim, nëse themi për edukimin, çdo kush mund të më thonë unë edukoj fëmin tim. Si edukon? Çën shkollë. Po çën shkollë, kom çun fushnjore, edhe u kry përgjegjësia. Jo, nuk është kjo, po se e kom mësu mu sjell mirë, kjo është pjesë e edukimit, nuk është i tërë edukimi. Mirësjellja është pjesë e edukimit, morali është pjesë e edukimit. Raporti në shoqëri është pjesë e edukimit. Raporti me Zotin është pjesë e edukimit. Raporti me fen është pjesë e edukimit. Raporti me më të madhin është pjesë e edukimit. Raporti me më të voglin, do të thonë edukimi ka, do të thonë ka sfera të ndryshme ku ne si prindër kena përgjegjësi për çdo njërin prej tyre. Andaj edhe kur flasim për edukimin, konceptin islam është ndërtimi i një personaliteti tek fëmia yt me të cilën Allah subhanahu wa taala do të jetë i kënaqur. Andaj këtë si përgjegjësi, se shpesh ne si prindër nuk e kuptojmë. Pse nuk e kuptojmë? Unë thash, thotë e kom çun shkollë dhe u kry. I nap me hangër me pi, u kry. Unë punoj për ato jam të u mundu, për një ta fëmijë jam të u mundu, thotë, apo. Unë dal mëngjes kthehem ramje për kënd tjetër, për këta fëmijë, ama nuk mjafton kjo vetëm i dhon me hangër, me pi, mi ja bë shtëpin, me pasaj mu vesh shtrenjt. Këto janë mirësi që ja bën ti fëmijës tënd, po nuk është kjo ajo vlera më e madhe të cilën ti ja dhuron fëmijës tënd. Fëmia jot ka nevojë për edukim, ka nevojë për formim të personalitetit e tij, andaj edhe ne si besimtar, po edhe si prindër, duhet t'i flasim vetit ton për këtë mirësi të cilën e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, sallallahu thot, thumma la tusalunna yawma idhin anin naim, ju ditën e gjykimit keni më vet për mirësitë të cilat ju ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk vetemi për këtë, do të thonë për formimin e fëmisë, sepse nuk është vetëm se formohet fëmia, vllai dashur. Është se nuk është vetëm se formohet familja jon, formohet edhe shoqëria islame. Andaj është përgjegjësia e madhe. Andaj çdo kush prej neve del para Allahu subhanahu wa taala dhe komo pyet dhe ndër pyetjet të cilat kanë më bëu atij ka më qenë edhe a e ka kryer emanetin dhe përgjegjësinë të cilën ka pas ndaj fëmijëve të tij. Subhanallah, duhet ta kujtoj mirë se Islami erdhi për ta rregulluar dhe sistemu jetën e njeriu dhe ja dha qëllimin në këtë botë. Cili do të ishte qëllimi kryesor i edukimit të fëmijës në Islam? Qëllimi kryesor i edukimit të fëmijës është, siç e theka më herët, formimi një personaliteti i cili në këtë dunja do të jeton me krenari, do të vdes me krenari dhe kur do të ngjallet para Allah subhanahu wa taala do të ngjallet krenar. Ai me veten e tij dhe prindrit me të. Dhe për këtë lutjet e shumta të cilat i kanë bë njerëzit e mirë, pejgamberët dhe të tjerë, ka qenë o Zot, heb lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. O Zot, na jep nga fëmijët tanë dhe nga bashortët tanë kënaqësi të syve tonë. Pra, të kënaqemi kur i shohim këtë dunja. Të kënaqemi kur të jemi kënar me to. Po, të jemi kënar me to. Të jemi kënaqur kur të largohen para kësaj dunjaje, nëse unë largohem para tyne, ose nëse largohen ata me caktimin e Allahut para meje, të jem përsëri unë i kënaqur me atë se çka kanë arritur ata gjatë jetës së tyre. Andaj arritja e vërtet nuk është, edhe kjo duhet ju bëhet e qartë, nuk është qëllimi i suksesit, i edukimit që unë të formoj një fëmijë i cili ka arritur në aspektin e pasurisë, ose ka arritur vetëm në aspektin e edukimit, ose ka arritur vetëm në aspektin e pozitës së punësimit të tij. Këto janë arritje të kësaj dunjaje që nuk anashkalohen e vërtet, nëse arrihen domethënë në halal dhe me merit, por ajo që kërkohet për neve është që ne kur kemi një mjek, ta kena një mjek i cili e ka frikë Zotin dhe e jep hakun asaj përgjegjësie të cilë është dhënë atij. Që se kena një automekanik, ta kena një automekanik i cili është i edukuar ta ketë frikë Zotin. Nuk e mashtron mushterinë e tij. Nëse kena një fëmijë tregtar, të jetë një fëmijë i cili e ka frikë Zotin dhe i cili nuk i mashtron të jetë ndershëm. Nuk i mashtron të tjerët. Andaj është shumë e rëndësishme që ne si besimtar të ndalemi dhe ta mendojmë këtë çështje. Unë, që se them se kam fëmijën edukum, jo vetëm se si sjellet ai me buzëqeshje, jo, të formoj personalitet. Pse e them këtë?
se shpesh herë ne formojmë aktor. Nuk formojmë njerëz me karakter të lartë. Ai aktron mirësinë, dhe mu sjell mirë, por realisht nga mbrenësia e tij nuk ka një shtytje e cila e lëviz komplet jetën e tij, ose është në nivel i lartë i moralit i cili nuk ndalon fare. Andaj ne si prind, ne si besimtar, duhet që ta kena qartë këtë çështje, të fokusohemi në ngritjen e personalitetit të fëmijëve tanë, që nesër të jemi krenar me ta në këtë dunja, pa dhe kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Se formimi i aktorëve në moment kur konfrontohen me intereset kësaj dunjaje, të cilët godasin këtë pjesën e dukshme të tyre, aktrimi do të bie. Subhanallah. Hoç, alhamdulillah, Allahu t'i ka mundsu 5 evlat, 5 fëmijë, Allahu t'i rujtë t'i bëvë të hajrit inshallah. Që është kënaqur me to dhe Allahu fuqi plot. Dhe nga përvoja, nga jeta jote, duhet të na tregosh edhe si hoç, edhe si prind, kur duhet të filloj edukimi fetar i fëmijëve. Çdo gjë në jetën e njeriu fillon me formimin e brengës në brendësinë e njeriu. Fillimisht edukimi fillon me brengën dhe ndjenjen e përgjegjësisë që duhet prindi ta ndjen para se të bëhet prind. Unë kur mendoj, për shembull, ose njeri kur mendon të martohet, të krijon familje, gjëja e parë e cila duhet t'i shkon në mend atij është përgjegjësia të cilën e ka para Allahut subhanahu wa taala. Kjo është çështja më e rëndësishme. Çfarë përgjegjësie kam unë para Zotit? Kjo është e para. E dyta, nëse unë kam përgjegjësi kur të formoj familje, nëse unë kam përgjegjësi kur kur të martohem, kur të kem fëmijë, cila është kjo përgjegjësi? Dhe si ta kryj këtë përgjegjësi në mënyrën më të mirë? Nëse njeriu e kupton këtë para martesës, do të jep shumë rëndësi për zgjedhjes së bashortes së tij. Arsyet pse një person martohet ose pse përzgjedh një grup për martesë janë të shumta, nuk është tema jona. Dhe varësisht prej interesit të cilën ai e ka, prej synimeve jetësore të cilat ai ka, bën edhe përzgjedhjen. Nëse ti ke synim të formosh një familje të edukuar, nëse ke synim të bësh pasardhës të cilët janë pasardhës të ndershëm, pasardhës të përgjithshëm, pasardhës të cilën ti ja ke dhënë hakun atyre para Allahut subhanahu wa taala, patjetër që duhesh me zgjedh edhe bashorten, se nuk ka mundësi një bashorte e cila nuk është edukuar të ndihmon ty në edukimin e kuj? E fëmijëve tu. Andaj, fillon me ndjenjen e përgjegjësisë, për zgjedhjen e bashortes, dhe pastaj fillon me punën të cilën duhet ta zhvillojnë të dy bashortët, edhe burri, edhe gruaja. Se çdo njëri prej tyre ka përgjegjësinë e vet. Kjo është e para. E dyta, që realisht duhet renditet para kësaj, është që njeriu t'i bën dua Allahu subhanahu wa taala. Siç ka bë Ibrahim alayhis salam dhe siç kanë bërë të tjerë, o Zot, hebli min as-salihin. O Zot, më jep pasardhës, po, ama më jep pasardhës të hajrit. Më jep pasardhës të mirë. Nuk është qëllimi veç me pas fëmijë, veç me pas pasardhës, se edhe kafshët kanë pasardhës. Me pas pasardhës, Allah subhanahu wa taala në përgjithësi jep njerëzve përveç ato të cilët i ka privu dhe i ka sprovu. Mundet çdo kush me pas. Po çështja është se çfarë pasardhës do të kesh? Çfarë jete do të kenë ata dhe si do të reflektojnë ata tek ti? Nuk është qëllimi të kesh, është qëllimi kvalitetit, jo numrit. Mund me pas një fëmijë, me pas të hajrit. Mund me pas 5, me pas të hajrit, që është më mirë se me pas 1. A më nëse s'mosh me pas 5 të hajrit, 3 të hajrit me ato mundësit tona. T'ja hapish hakun për kujdesjen, atëherë më mirë të kesh më pak dhe të kesh nivel, se sot kesh më shumë dhe të mos jenë nivel. Andaj, edukimi fillon shumë herët, tek vetë edukimi i prindit, pastaj tek ndjenja e përgjegjësisë, e cila është rezultati i këtij edukimi,
tek përzgjedhja e bashortes, tek lutjet e vazhdueshme të cilat njeriu ja bën Allah subhanahu wa taala që ta ndihmon këtë rrugë, sepse sfidat janë të mëdha, dhe puna e vazhdueshme të cilën ai duhet, më thonë, ta reflekton dhe duhet, më thonë, ta jep tek fëmijët e tij. Çdo biri i Ademit gabon dhe secili prind i ka gabimet e veta, por cili do të ishte gabimi më i madh të cilet bëjnë prindet besimtar në edukimin e fëmijëve, që ato të kenë kujdes mos t'i bëjnë ato gabime dhe të kenë kujdes në vazhdueshmëri. Normal, çdo kush prej neve gabon, po gabimi i parë që na si prind mund ta bëjmë në edukimin e fëmijëve tonë është që na të mos interesohemi se cila është mënyra më e mirë e edukimit të fëmisë. Çdo kush ka një farë mënyre të cilën ai e zgjedh për edukimin e fëmisë. Shumica nuk e kanë me të lexuar, shumica nuk e kanë me të interesuar, po varësisht se çfarë personi është, si i kujtohet atij edhe kështu reagon dhe mendon, dhe çdo kush mendon dhe pretendon se e ka mirë. Kjo është problemi, a kupton? Çdo kush ja merr mendja se e ka mirë, që realisht nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Çdo kush pretendon se dikush përdor dhunën, dikush është fare liberal me fëmijët e tij. Asnjëherë as nuk i pyet ku ishit, as kur erdhët, as pse shkut, as me kën shoqënoni, as me kën rrini, a kupton? Këtë jetë nuk e lën me dal pi shtëpie. Çdo kush në ekstrem. Po çdo kush e mendon se e ka mirë. Çdo kush e mendon se e ka mirë. Tjetri e çon shkollë, smerret me ato, thotë i kom çuar atje, ato merren me këtë punë. Dikush ja lën komplet gruaja në anë tjetër janë komplet burrit. Gjëja e parë është që të interesohemi për njerëzve kompetent, duke filluar nga prindrit tanë. Si na keni eduku? Cila ka qenë rruga? Duke interesu për njerëzit të cilët janë kompetent këtë, që kanë lexuar literaturë fetare, që janë psikolog, që janë pedagog, e kështu me radhë, përfitohet prej përvojave dhe studimeve të tyre, që na, se ma para e ke pasti shumë ma letë, mu marrë me edukimin e fëmijës, se fëmija jo të shoqëru me një rreth të ngushtë, me komshin, me djalin e këtij, me djalin atij, kanë qenë një nivel, so shoqërohet me gjithë botën. Dhe normal që sfida e edukimit është shumë e madhe. Andaj edhe si prind, nuk duhet të hyjmë në këtë betejë pa mos mu përgatit. Gjëja e dytë është ajo që thash më herët. Mos e marrë pi halkut. Mos e pa thojnë, mos e pa flasin. Çka bën? E bën fëmin apo i ndërton fëmijës një personalitet i cili e mëson atë që këto vepra të cilat nuk bën të bëhen se të shef dikush. E jo se janë të këqija në veten e tij. E jo se është turp për ty si besimtar. E jo se të shef Allahu subhanahu wa taala. Po çka thotë shoqëria? Çka thotë shoqëria? Ti duhesh mu duk i mirë. Ti duhesh mu duk para njerëzve i mirë. Ti duhesh me thonë për ty se i mirë. Nuk ka lidhje realisht se çka jeti. E që kjo është gabim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ala fil jasadi mudgha. Me të vërtet në trupin njeriu ka një copë mishi. Nëse ajo është në rregull, komplet kush? Trupi është në rregull. Trupi është në rregull. Ne duhet që ta edukojmë zemrën. Dhe zemra të jetë ajo që do të reflekton ku? Reflekton zemra të jetë ajo që do të reflekton tek gjymtyrët tjera. Që unë të jem i mirë, jo pse njerëzit do të flasin për mua, po unë të jem i mirë se unë duhet të jem i mirë. Unë të mos mashtroj, ja se me thonë se djali filanit ka mashtru, pa na merr ftyrën, pa na korrit si familje, ja, unë nuk mashtroj se s'bën unë si besimtar me mashtru. Unë nuk sillem keq, jo se kam frikë mu sjell keq me dikant. Po jo, unë edhe pse kam mundësinë mos sjell keq, kam mundësi me bërtit, kam mundësi mi detyru njerëzit çështje të cilat unë kam qef, unë nuk e bëj këtë se s'mlejohet. Ajo pse s'mundem. Andaj duhet që fokusi i edukimit të jetë në ndërtim të mbrendshëm. Jo në fasad.
Jo, mbrenda ti jetë i fort. Qësë është mbrenda i fort, automatikisht do të duket i fort dhe do të reflekton mirë për jashta. Po nëse jashta është i bukur, i rregullum mirë, mbrenda nuk është funksional si duhet, atëherë nuk është i dobishëm. Shembull, na të gjithë kemi vetura. Qëse unë fokusohem thellgat mi pas bukra, e bëja të polirin nga jashtë, dritat ja voj pak ma kvalitet, ku ka ngjyrën diçka e rregulloj, ndërsa mbrenda kam problem me motorin, kam problem me vajin e makinës, kam problem me ndrusin e shpejtësive. Me elektrik. E tash unë du munis, në them, s'munesh me këtë vetur, munis ti kërkont. Kështu është edhe fëmia jot, qëse ti nuk e ndërton si duhet. Qëse ti fokusohesh veç pjesën e jashtme. Mos e marrë se kanë me na ardh miq, jo se kanë me na ardh miq se marrë, po mos se nuk bën ti mos jell kështu. Jo për shkak të miqve, jo për shkak të këshive, jo për shkak të hoxhës, jo për shkak të mësuesit, jo për shkak të familjes, jo, se ti si besimtar, ti si njeri, ti si krijesë Allah, ti s'bën me bëk si veprime të këqija. E nëse ne arrim në këtë mënyrë ta edukojmë fëmin, atëherë s'kena gabu. Ama nëse na shkojmë vetëm pjesën e jashtme, atëherë kena dështu pa marrë parasysh se sa bukur do t'i duket dikujt fëmia jon, sa i mirë do t'i duket fëmia jon, dhe për këtë e shef se shumë problematika të cilat i kanë në familje njerëzit, bashortet, me bashortit e tyre. I duket shumë djalë i mirë, mas i martohet del komplet diçka tjetër. Shfaqet realiteti i tij ose e kundërta. Andaj duhet punojmë, duhet mundohemi që të formojmë njerëz kualitativ, ama ndërtuam kvalitet. Jo që duken kvalitet. Më kujtu një shembull nga ndërtimtaria, kur fasada ishte mirë, po brenda nuk ka bërë izolimi mirë. Atëherë ndodhet arrihet deri tek kontenzimi dhe prishet edhe fasada edhe mbrendja dhe mbas një kohë kur duhet. Normal se unë e ceka më herët tek aktrimi, ja kupton. Ti bëhesh i mirë në aktim. Në momentin kur të cenohet i drejta, ti e ke bërë këtë për interes. Aktore ka punë, se ai nuk është personaliteti i tij, ai ka punë këtë. Ka një farë lloj pune, ka interes për këtë edhe e lun atë rolin. Edhe ti e lun rolin njëri të mirë për çka? Për një farë lloj interesi që është mu duk ti njëri i mirë. Në momentin kur ty prishet interesit, prishet edhe ky aktrimi që ne keni bërë. Nga gjërat më të rëndësishme tek besimtari me domosdoshmë kënaqësia dhe dashuria Allahut fuqiplot. Si ta ndërtojmë dashurinë për Allahun tek fëmia dhe jo vetëm frikë për Allahun. Pse është e rëndësishme dashuria ndaj Allahut? Fillimisht, pastaj do shkoj kjo pjesa tjetër. Nëse e lidh fëmin me Allahun subhanahu wa taala, ti nuk brengosesh kudo që ta lësh atë. Se është Allah subhanahu wa taala i cili shef. Dhe fëmia nëse është i dukum se Allah më shef mu, ai kudo që të jetë është në mbikëqyrjen e Allah subhanahu wa taala. Dhe nëse ka hapësirë për dështim, hapësirë për prishje, mbikëqyrja e Allah subhanahu wa taala do ta mban atë. Pse ta edukojmë vetëm me pse ta edukojmë me dashurinë ndaj Allahut, jo vetëm me frikë. Po, duhet me pas frikë Allahun, çdo kush për neve. Duhet me pas frikë Allahun, është e vërtet. Por problemi te disa prindër është se ata për ta shkurtuar rrugën, se kena qef në mi kry punë me shpejt. Për mi shkurtuar rrugën çka bën? I bërtet fëmis me njëherë. Mos e bën këtë, me të bërtitën. Ty ka me denu Allah. Ty ka me djeg Allah. Nuk ishte kjo edukimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sjell me edukat. Allah subhanahu wa taala çka thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Wala kunta fadhal ghalidh al-qalbi lam faddu min hawlik." Ti ishe qenë i ngurt, zemër ngurt, që eksplodon. Njerëzit më të afërm që i ke sahabët, njerëzit më të mirë si përfaqen e tokës në atë kohë, ishin larg grupit teje. E çka mendon ti se fëmijë ta duron këtë
këtë ton, apo këtë nivel të mungesës e edukimit ndaj tij? Ja. Se s'duru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo të tjerëve. Ne duhet që me butësi, me mirësi, ti edukojmë fëmijët tanë, por t'ju themi edhe tyne dëgja se duhet të kena frikë Allahut. Të mos shkelin kufit Allahut. Po ne gabojmë, por t'jetë friga që kena ndaj Allahut subhanahu wa taala, ajo që na kthen neve në rrugën e vërtetë. Se ndonjëherë njeriu nëse shkon njëri në ekstremi i mëshirës, butësisë, nuk i intereson çështja e kufive, se njeriu është i tillë. Njeriu është i tillë. Shife, do me thonë tash, me dalë në qytet, veç thuju, është sezon, nuk denojnë policët. Shife si parkohen njerëz. E din se i pengon ati tjetrit. E din se e shqetëson atjetin. Nuk e intereson. Përveç, a i cili është edukum. Se thotë mos mund mi bë zullum ti, se më ka ndalu Allahu. E jam i edukum në atë mënyrë. E tash, edhe njerëzve mi thonë, bani çka doni me sa Allah është i mëshirshëm. S'ka pse mi pas frikë, njerëzit i shkelin kufit. Jo, dush me qeni mirë, i but, ama dhe me pas, me thonë, me eduku fëmijën se ne duhet me pas frikë Allahu subhanahu wa taala. Sepse është Allahu subhanahu wa taala i vetmi të cilit duhet ja kem frikën. Subhanallah, jam bërë disa pyetje me të cilat desha të lidh, por rëndësi e madhe është që ne të kemi butësi gjatë edukimit dhe komunikimit me fëmijët tanë. Përmendi diçka dhe më kujtove sa është e rëndësishme që prindi të jap vetëm shembull përmes fjalës apo dhe të jetë vetë shembull. Na për çdo ditë si kur kena qenë të vegjël e kena përjetu këtë. Edhe çdo herë keni fjalë pi prindit, tu i thon, shika, unë s'kam mësua, ma ti shef, mos më shika mu, që unë kam gabu, eci ti. Automatikisht, me thon, ti ngjallën një konfuzion ke fëmia. I thuti, bën diçka, ama unë se baj këtë. Në përgjithësi fëmia bëhet atë që e shef. Jo atë që i thuhet. Modeli praktik është shumë më ndikues se sa këshilla verbale, pra këshilla e cila thuhet me fjalë. Dhe për këtë kur është pyetur Aisha radiallahu anha për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ama na ka thënë si ka qenë pejgamberi, nuk i ka fol kur gjao me fjalë. I ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është një Kur'an i cili ecën nëpër tokë. Është realizim i këshillës hyjnore në praktik. Andaj edhe unë nëse du të jem shembull për fëmijën tim, nëse du ta edukoj si duhet fëmijën tim, nëse du që fëmiu im të formohet si duhet, ai duhet me pas shembull dikant. Me pas shembull nanën, me pas shembull babën. I thu fëmijës mos pi cigare, e ti e ke bë tym dhomën me cigare. A kupton? I thu fëmijës mas rri gjithë ditën kafe, ai kur shkon kafe çefty. I thu fëmijës mas shaj çefty tu sha. Si ka mundësi ai fëmijë që nesër mu formu ashtu si e keti andër më të formu fëmijë, jo nëse ti nuk reflekton kaj. Andaj që kërkohet nga ne është reflektimi praktik. Që e me mpa mu, a e ki pa fëmija kur është i vogël, qef ty të jesë një farë mënyre, fillon edhe aj me bëhet livizjen si ti. Qef ty të e gjujt topin, mundohet edhe aj si i gjujnë ti, mi bëhet aj kamën ashtu. Gjatë gjithë jetës është njeri i tillë. Dhe për këtë Allah subhanahu wa taala kur e ka lëvdu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë wa innaka la ala khuluqin adhim. Ti je në shkallë të lartë të moralit, do me thonë, ajo që po ja kërkon ti tjerëve o Muhammed, me qenë besimtarët, me moral, me edukat, me sjellje, ti këtë e ki. Ti e kulmi njerëzor në këtë aspekt. Andaj e ka shumë lehtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thon dikuj bëhu i sjellshëm, se ai ka qenë i sjellshëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mësu muslimanët
me qenë të mërshirshëm me më të moshmin, me qenë respektues ndaj më të moshmit, mërshirshëm me më të voglin, ama nuk e harrojmë asnjëherë kur shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shembull praktik, shikoje. Një djalë është ka pas një zog të vogël. Nugher, një zog të vogël, një harabel, edhe i cofën ai. E merr vesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shkon ngushëllime kaj. Thot ja ba Omer, ma falen nugher. Thot çka ka ndodhur me zogun? Shkon njeriu më i mirë si përfaqen i tokës, i dërguar nga Allahu, i përzgjedhur nga Allahu, komandant ushtrie, kryetar shtetit, mufti, pejgamber që i zbret shpallja, bashkëshort, prind, ku shkon? Shkon në ngushëllim ke një fëmijë i vogël. Kjo është e praktika. Andaj edhe praktika pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është një prej pjesëve më të mëdha të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët kanë transmetuar praktikën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bëni kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veproi kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kena pa kështu. Gjitha kjo është jetësim i edukatës, jetësim i këshillave hyjnore. Andaj edhe prindi. Po, Allah është përbleft për fjalët, po ndihmoja me praktikën tënde, se praktika është më e rëndësishme se sa fjala. Më kujto ajeti Kur'anor uswatul hasana. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte shembulltyra më mirë, shembulli më i mirë. Duke ditur mirë se ne shpeshherë shohim dhe jemi prezent të ngjarjeve ku fëmiu nuk ndëgjon çdo gjë. Po si të veprojmë kur fëmiu refuzon për shembull në kryen e obligimeve, ibadeteve, siç është për shembull namazi. Ka mundësi që prindi ndonjëherë mundohet me fëmin. Mundohet, tenton. Dhe fëmia nuk i përgjigjet. Për shembull e përmendë shembullin e namazit, ka edhe shembuj të ndryshëm. Dhe prindi mërzitet, hidhrohet, reagon ashpër, vjen me njëherë të hoxha ankohet, kjo djali jem zbahet, s'ka hajr për ti, tani jetën të mënu. Unë mendoj se në kësi rase njëherë prind duhet i kthehet vetes. Sa herë sinqerisht jam lutë Allah subhanahu wa taala me ma uzu fëmin tem. Sa herë jam lutë Allah subhanahu wa taala me azgjeru gjoksin fëmis tem, që mi kuptu të vërtetën. Sa herë une jam për kujdes sa duhet për fëmijët tem. A din çka është një problem? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot mësoni fëmijët tuaj me fal namazin për cilën moshë? Për moshën 7 vjeçare, apo? Tamam. Pastaj urdhroni kur? Në moshën 10. Ka 3 vjet plota edukim. Mësim, edukim. 3 vjet ka 365 dit, janë 1000 sa dit. Ka 5 namaze? për mi 5000 sa namaze. Edukim. Nuk mund është ti mi marë pin shpi, hajde tash në teren futbolit luj, sa lujnë lojtarët cilët ushtrojnë për çdo ditë. S'mundesh. Djali jem si falen 5 vakte. Tamam, kur ke fillu ti djalin tënd mi marr në xhami? Kur ke fillu mi fol për rëndësinë e namazit? Kur? Po ja tash e ka marrë, ka qenë i vogël. E problemi është se ke thonë ti gjithmonë hajt sa ala i vogël. Duhet me eduku, duhet kohë. Gjëja e dytë ndodh ndonjëherë që fëmiu jo si është i keq. Ama nuk arrit me kuptu disa gjana si duhet. Ose i ka kuptu, po nuk ja ka kuptu vlerën sa duhet. Pse? Prap kthehen ana se na dojna mi përshpejtu edukimin. Pritom na më marr shumë me fëmijë. Pritom me fol me fëmijë. Dhe du me dal pak pi teme, ka ranë Evropë me shku shpesh, edhe si imam, edhe për ligjerata, për tribuna, seminare, në kalon për shtypje tek ata, për shembull shifsha rrugës, kur desha një herë me ecë, ose në për park, ose rrugës, për shembull në Hamburg më ka ndodhur, gruaja gjermane me fëmijën e vet. Ecën për rrugën, ose burri, një distancë 200 metra, do shte i ka shku 2 orë. Pse? Mama vasistas. Nane, çka ish kja?
ja spjegonte nana. Nana, pse kja kështu? Ja spjegonte. Unalte nana e pritte. O spjega, flit. Unë risha, shikojsha në të aspektin, subhanallah, sa kohë ndan për kujdesje. Me na ba neve shto ç'kesh kja, ballmata, tan xhanat dhe miditi, ç'kesh kja punë edhe. Ç'a duhet ty tjekvat atje? Leni, hajde, Na bëj inxhinier ti. Na më bëti inxhinier ti, që dal inspektor të ke dal ti me kontrollu punët e ndërtimit, ose ke dal me pa çka bën njerëz, nuk dojmë kohë. Dhe në momentin kur na nuk dojmë kohë, nuk ndajmë kohë, nuk arrim fëmis me ja spjegu disa gjana. Edhe ja se nuk dem i ba, pas ja di rëndësin. Nuk e din se sa me vlerish kja. Nuk e din se këtë namaz cilën une s'jam duke falë, tamam, nuk s'jam të ba diçka se vapa, më nuk jam duke ba diçka keq. Shka lidhe, edhe baba nuk falet fare, bez vakte, ose që edhe nana, ose që edhe agja, që edhe ky, praj, shef si diçka, që se e baj është mirë, që se baj nuk ka lidhje. Për atë, jo çdo herë ka fajnë fëmija, duhet gjihet mënyra, duhet mund, se sfidat cilat i ka për rreth, sa den rrugë, janë shumë të mëdhaja, shumë tërheqëse, shumë të zbukurume, shumë kohë jepet për ta, për t'i plasu, shumë mund t'jepet, shumë pasuri jepet, shumë mendje shfrytëzohen për ta promovu në atë mënyrë që për t'ju boj kapshëm atyre të cilët më thonë synohen, këtë rast fëmijët. Andaj edhe neve na duhet mund, neve na duhet kohë, neve na duhet përkushtim, se jo çdo herë ka fëmija fajin. Subhanallah, kemi folur në fillim se shpesh herë prindi thot unë ja dhash çova në shkollë, ja dhash, domethënë përgjegjësinë në mësuesi, profesoreshës, profesorit, por duhet ta cekim se cili është roli i prindit, babait dhe prindit tjetër nënës në islam. Në ndërtimin e kullës së edukimit, në formimin e personalitetit e një njeriu të suksesshëm, fetarisht flasim, i edukumun, i drejt, i mirë, çamson e kështu me radhë, ka shumë faktor. Do të thonë është mësuesi që e përmende, po, ka rol. Janë shoqënia, po, ka rol. Ama është edhe kush? Është edhe nana dhe baba. Dhe këto janë kyç. Baba ka rolin e vendosjes kufive. Dhe ka atë rolin legjitim familje. Që ai kur thot, deri këtu është kufini, nuk ban mandena, mu respektua, ja. Ndërsa nana e ka atë aspektin, atë aspektin emocional, dashurin, afërsin, bisedën private. Të dy e kanë rolin e njëri tjetrin. Dhe për këtë, tek hadithi që përmendëm më herët, çdo kush është bari dhe çdo bari është përgjegjës për atë që është lënë në përgjegjësi ose për kupen e tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ndan. Thot war-rajulu ra'i, dhe burri është bari dhe është përgjegjës për komplet atë që ka në përgjegjësi. Thot dhe gruaja është përgjegjëse në shtëpinë e burrit të saj dhe është përgjegjëse për atë që ka në përgjegjësi. Tamam. Po nuk e ka dhe burri edhe gruaja të njëjtin që të dy janë në shtëpi. Ja. Është burri ai i cili duhet mos mund ndiku nga ana emocionale që ndonjëherë bie gruaja. Po i thot gruas ka dale se këtu ka kufi. Po lene se gjuna. Jo, këtë lene se gjuna deri këtu po, ama këtu nuk kalohet kufini. Ama dhe me ndet vetëm me kufina që ka rolin burri, nuk ka sukses edukimi. Por duhet të ketë të dy anët. Atë anën e afërsisë dhe dashurisë që e falën nana, dhe atë anën e vendoshmërisë dhe stabilitetit të cilën e ka baba. Këto dy janë faktorët kyç të cilët ndërtojnë një personalitet të shëndosh, domethënë patjetër duke mos anashkalu mësuesin, duke mos anashkalu hoxhën, duke mos anashkalu
çdo kënd atë mësuesin sport, të gjithë këto duhet me qenë faktor të ndërtimit të një fëmije të shëndosh. Çdo kush e ka atë rolin e vet. Por kjo ç'është baba edhe nana. Mendojmë se problemet e sotit janë të shumta në edukimin e fëmijës. Por suksesi për mbledhjen e gjithë këtij podcasti apo gjithë këtij mëzhlisit ton është që suksesi korret, suksesi real e kemi fjalën në edukimin e fëmijës kur arrim bash atë të cilën ju keni cekur, ajo është që ta arrijmë qëllimin që të edukojmë një person, një individ dhe ai të rritet si person, si individ dhe të jetë normalisht dhe shembull në shoqëri ku me do mos shihet siç ta themi ajnuri i fetarisë apo fesë në të dhe të shihet se prindit kanë arritur sukses në edukimin e fëmijëve të tyre. I nderoj hoç, cili do të ishte mesazhi, se për arsye subhanallahu pyetje janë të shumta, problemet janë të shumta, nga dita ditës po shohim me të vërtet me përhapjen e rrjeteve sociale, me përhapjen e gjërave nga dita ditës të re duke mos i numëruar dhe përhapen dhe problemet në familje dhe sidomos në edukimin e fëmijëve ku ne siç keni thënë se ja na shkolojmë të gjëra, hajde se do bëhet, hajde se gjëna e tjera, por shohim se me do mos kemi probleme të mëdha. Cili do të ishte mesazhi i juaj më i madh apo cili do të ishte mesazhi juaj nga zemra për ta përmirësuar këtë gjendje dhe të kemi kujdes më të madh në edukimin e fëmijëve. Po gjithë ajo që kena fol janë mesazhe në veti, por një mesazh i përgjithshëm që ndoshta do të na ndihmonte neve si besimtar që t'jemi më vigjilent, t'jemi më të kujdesshëm, t'jemi na më syhapur, është që ta kuptojmë që këtë mirësi cilën na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala është mirësia më e vlefshme. El malu wal banuna zinatul hayati dunya. Allahu thot pasuria dhe fëmijët janë bukuritë e kësaj dunjas. Po, ama e vazhdon thot wal baqiyatus salihat. Dhe veprat e mira janë ato të cilat shpresohet tek Allahu subhanahu wa taala. Të formojmë nga këto mirësi, nga pasuria jonë dhe nga fëmijët tonë, të formojmë baqiyat salihat. Të formojmë vepra tjera të mira. Ta bëjmë pasurinë tonë dhe fëmijën tonë burim i së mirës, me cilën do të krenona para Allahu subhanahu wa taala. Ne si besimtar para gjitha këtyre sfidave. Unë thash, më para e ke pas kajshin, e ke pas atë djali i shokut tant, sot e ke atë në fund të Anglisë, e ke në Amerikë, e ke tjetrin në Kore. Të gjithë ata janë shtëpinë tënde. Gjithë ata janë shtëpinë tënde. Duhet që kena mëshirë, por jo të lëshojmë parime. Me ja bë qartë fëmijës, bab, këtë telefonin cilin e ke, ose këtë telefonin që e kërkan, nuk e drejt mi pas deri në këtë mosh, arsyeja është se kjo është për të mirën tënde, se kom problem për mi ble, së mëdhimet për me ta ble, por është në damin tënë. Ti nuk e kupton, edhe mundu është ja spjegon. Po ai që është rrit, i thu, dëgja, e ke, por e ketë kufizumën, ka që ke drejt me majtë, është në damin tënë, për këtë arsye. Kjo është, më thënë, një kënd. Këndi tjetër është t'japim mund praktik, që do t'i afron fëmijët me neve. Një për problemeve që na si prind dështojmë është se kena formu një distancë mes neve dhe fëmijëve tonë. Dhe fëmija jonë, kur ka një problem, shkon ke shoqja e ti, ose shoqja e saj, shkon tek shoku i ti, shkon tek dikush i cili, mos flasim tjetë i keq, po edhe në qofse është i mirë, çka ndodh? Edhe në qofse është i mirë, ajo është i të njëjtit nivel me atë. Nuk e ka pjekurin e prindit, nuk e ka pjekurin e dikuj më të rritur. Dhe këshillën që do t'ja jep nivelit atij. Pse?
sepse vajza jote, djali jot, nuk gjeten hapësirë të vinë edhe të flasin me ty. Nuk i ke lënë ti, i ke marrë distancë. Ai ka frikë me ta paraqit problemin ty. Ke largu. Po ja, a di pse? Se fëmiu na mëson fëmijët pi të vogël. Qose the një gotë i vërtet për gotën. Qose ka bë diçka, ai ka frikë me të kallëzu. Formon ti nga fëmia jot një fëmijë i cili tenton me gjet çdo mënyrë me dal pi situate. Fillon gënjeshtra, fillon mashtrimi, fillon hudhja e fajit tjetër kuj, mos pranimi i fajit, e kështu me radhë. Automatikisht ti çka bën? E ke eduku gabim pa mos me thënë asnjë fjalë gabim. Vetëm nga sjellja jote pse të zhdhim se është ty gota ose pse është ty xhami, ja. I thu s'ka lidhje. Nuk ka lidhje se është ba. A të ka ndodhur ty? Po. Ty të ka ndodhur po. Hajde. Çeko e ke, ta komblen një dhuratë, një shpërblim. Jo pse e ke thy xhamin. Jo pse e ke thy gotën. Ja. Pa pse ke qenë i sinqert, edhe ke thonë, unë e kam gabu. Unë e kam ba. Pa qëllim e kam ba, me qëllim e kam ba, ama unë e kam ba. Na, duke i largu fëmijët, ti e ke ba, ty i bërtit, a i fillan edhe largohet. Njëherë e ke duku gabim, e dyta largohet për te. Ka frikë me të thanë, djali, bab, kam gabu. Kam qenë me shok, kam gabu. Po e bë çdo kush për neve ka banë. Se me mas qenë se s'gabom, Allah në ndrën me popull tjetër që gaban. Duhet me pranu gabimin. Ne punojmë që mos me gabu. Po tamam ka ndodh ka gabu djali, ka gabu vaj, çka mi bë? Mi vra, mi myt, mi përzan, ja. Dush Milana ti hapësirë me ardhmë më këshillu me ty, ose ka një sprov, një vajza, me shku me bisedu me nanën, ja, me shku me bisedu me shoqen. Ose djali, me shku me bisedu me babën, me pas atë, si thonë në gjuhën angleze, role model, me pas një model jetësor të ki cili kë kthehet edhe i matën punët e ti. E thotë, unë e kam babën, pse me shku me vetë, unë e shokët. Babën e ka matë pjekun, më ditun, i din gjanë dhe shkon ullet bisedan me ta, si shok me shokun e ti. Këtu ka një problematikë se ndonjëherë kena martohen vonë, fëmijë kanë vonë, edhe tash ke një diferencë madhe që baba se kupton botën e fëmisë. Dhe djali ka 15 vjet, është në ta tripat e veta, baba i ka 50. Dallim moshë. Po se ai se merr vesh se çka është i folki. Nuk e merr vesh. Duhet me pru një 30 vjeçar me hyn midis më ia shpjegu tash çka do të thonë kjo, kupton. Për atë Islami e pëlqen martesën herët. Pse? Ke fëmijë herët. Dhe je më i afër mosh me ta, di me bisedu, di me komuniku, di me qëndru me ta. Edhe një këshill tjetër, që prindit ndajnë kohë. Ndaj kohë me nejt me fëmin. Fëmija s'ban morrit pa ty. Nuk ban morrit pa ty fëmija. Pa duhet me punu, tamam, ti krye punën, mas asaj, bëni vetes një kohë, në qose je, a që mi ngarkum, thuj në vikend, unë nuk takohem me askend, rri vetëm me fëmijët e mi. Del, udhëto, rri me ta, ama në qka? Në punë, kur vjen në shtëpi, komplet në për telefonat, gjithë rrin, nuk ka biset në shtëpi, nuk ka ndej shtëpi, ose baba rrin në për kafe, po shkoj me këte, po shkoj me ate, po shkoj për punë, ja, për punë, thuj vete se unë deri në 5 punaj, deri në 4, deri në 6, ama mas asaj s'ka ma për punë kjo une. Po kush dole tjetë? Jo, s'kom, e kom kohën e familjes. Mungesa e kohës me familjen është arsye dështimit në edukimin e familjes. Lusim Allahun fuqi plot që ta përmirësoj gjendjen tonë, lusim Allahun fuqi plot që këto këshilla vetëm t'i marrim për të mirë dhe për hajër. Inshallah ne takohemi në mëxhliset tona të radhës. Lusim Allahun fuqi plot që Allahu të jetë i kënaqur me ju. Lusim Allahun fuqi plot që ne të kuptojmë mirë amanetet, obligimet tona. Lusim Allahun sundosin e gjithësisë që këto mëxhlise të jenë vetëm mëxhlise të hajrit të dobishëm dhe të përhapin vetëm paqe. Shihemi, ndjekemi. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum salam, Allah shpërblet.